Dua të ndalem pak disi tek detajet e operacionit. Sektori i kundër narkotikëve në drejtorinë e përgjithshme të Policisë së Shtetit merr informacione, sigurohen koordinata dhe i vjen në dispozicion Policisë së Elbasanit dhe autoriteteve atje. Këta të fundit, ndoshta të kapur në detyrimin ligjor, janë vendosur në lëvizje dhe kanë shkuar për të verifikuar informacionin dhe koordinatën. Kanë gjetur 2 fabrika që më herët shërbenin si stalla baktish apo ambiente ku mbashin produkte bujqësore dhe blegtorale, dhe që ishte kthyer në një sallë të madhe të kultivimit të bimës narkotike. 4.000 rronjë gjendet aty, asnjë person. Fakti që nuk gjendet asnjë person në një kohë kur bima ishte në nivelin e rritjes shumë pranë kultivimit saj, pra përpunimit dhe nxjerrjes në treg, do thotë që ka nevojë për përkujdesje të madhe. Dhe fakti që kjo përkujdesje për një sasi kaq të madhe bimësh narkotike kërkon edhe disa njerëz të angazhuar, dhe aty nuk u gjetën njerëz, nuk përjashtohet mundësia që të ketë patur rrjedhje atë informacionin për ndërhyrjen e policisë. Shtuar këtu faktin, janë gjetur sende shumë të freskëta dhe prova materiale, përfshirë gjurmë ADN-je në bidona shishe uji, mjete pune, mjete pastrimi, bishta cigaresh, të cilat janë dërguar në laboratorin për Katos dhe do t'i nënshtrohen ekzaminimeve për të përcaktuar dhe krahasuar ADN-t për të zbuluar persona të tjerë të implikuar. Serat e mbyllura ruheshin nga persona, sipas informacionit që kam marrë sot në mëngjes, kishte një para mbrojtje, pra që qëndrojnë disa persona, qoftë për të ndaluar persona të zakonshëm, banor të fshatit apo të kalimtar të rastit për të mos evidentuar ndonjë dyshim, por qoftë edhe për të paralajmëruar dhe sinjalizuar mbërritjen e ndonjë autoritetit pa njoftuar, që zakonisht nuk mbërrin autoritetet të njerëz të tillë pa i njoftuar paraprakisht strukturat policore, dhe kjo është shumë e thjeshtë për ta marrë si situatë krahasuese me operacionet e SPAK, ku çdo dosje të krimit organizuar ka punonjës policie të implikuar. Mëtej, gjatë kontrolleve në terren, gjendet një transformator, i cili mund të shërbente për fshatin Kurtaj për një lagje të tërë të fshatit, pra mbi 15 familje, t'i furnizonte me energji elektrike. Kjo nuk ndodhte, por për fshatin ndodhte për një prej banorëve të fshatit, që ishte familja Hasa, e Bilal Hasës, drejtori i burgut. Dhe çfarë ndodh? Kjo nuk ishte një pajisje e vënë individualisht apo personalisht nga familja. Sepse edhe ta vësh personalisht duhet të kesh një autorizim për Katos, nuk mund të vendosësh një lish për ndarje dhe furnizimi me energji elektrike pa patur ndjenjë autoritet. Por edhe sikur të ndodhte kjo, do ishte gjysma të keqe, se ata të kishin marrë një aprovim edhe të kishin furnizuar magazinë për biznes, por ndodh që drejtues të OSHE në Peqin ka dyshime që ja kanë vënë në dispozicion transformatorin. Pra është instaluar, është vënë në dispozicion nga OSHE-ja sipas të dhënave që kemi nga grupi hetimor. Këto janë dhëna paraprake hetimi që mund të ndryshojnë gjatë rrugës, por paktën kështu më është thënë nga burime mjaft besueshme dhe për të thënë dhe për forcuar faktin edhe zyrtare të autoriteteve hetuese në Elbasan. Pra kupton ku ndodhemi.